edhe kemi ba bashkëpunimet që kemi ba herën e parë do potpori që realisht kanë dhezë shumë edhe në për mramje, do më thonë në për ahenzje familjare që ato që janë me digjej shumë edhe sot din dëgjej. Po ashtu ka qenë edhe bashkëpunimi jemi parë, kër kom dalë në muzikën popullore, ka qenë me Ryva Kajtazin, edhe ajo ka qenë shumë spontan, kemi qenë bashkë në një ndaj edhe në bisedime si për kështu, a bojmë diçka, kemi dalë sefte, do më thonë, një potpori ka qenë shumë interesant atëherë në fillim, edhe pa dhezë shumë mirë, do më thonë, për kohën atëherë, kështu që më varët krejt. Ta që kemi një bashkëpunim të radhës që realisht i kemi 2-3 opcione që jenë të prirë, po jenë në kërkim të kongës, në kërkim të projektit, edhe deri sa të zhjem projektin që... Po me që jemi të bashkëpunimit, cilë është bashkëpunimit i preferuar, që e ke bo të rritash? I preferuar edhe maj suksesshëm ka qenë me Kaltrinën, Kaltrina Selimin, do më thonë kemi, do më thonë ka mbi 6-7 vite që çdo vit jemi bashkë, madje një vit nuk mujto me realizu për vitin e ri për shkak se Kaltrina u ba nanë, edhe atë vit të dashtë me punu me dikën tjetër, me njerë kem pas reagime hëndë që ndodhe, edhe pse si vjet jo, po mirë, publiku nga ka pritë shumë mirë edhe kemi edhe vazhdojme pas mramje dhe dasma bashkë, kështu që munde me qujtë si bashkëpunimi maj suksesshëm që kemi pas, unë që kem pas në karrierë, po besoj edhe ajo në muzikën popullore, edhe letë shpresojmë që do të vinë edhe tjera, ta është edhe matë mira. Letë shpresojmë. Qysh është puna me darsma, Alban? Për krejt ata që nuk e din, të regona pak qysh shkojnë të planifikimi darsma, sa ma heret duhet më u bo rezervimi këngëtarit? Po ajo më varët të mundesh me prit një avdit për para nëse qëllën i lirë, e ki fatin me qëllu i lirë, është krejt në rejtë. Po zakonisht qysh... Po ka rase që një vjet ose 2 për para mundesh me qëllu në zonën një datë saktume, kështu që sa ma herët as ma mirë, po mdej për gjitha ata familjarë që dëshirojnë me pas X këngëtarin, sidomos në sezon që është ngarkesa shumë më e madhe, dhe më thonë kërkesa shumë më e madhe për shkak se realizohen shumë dasma në Kosovë, atëherë duhet sa ma herët aq ma mirë, dhe më thonë se mundet e ki mundësi me zgjedh këngëtarin që ti e dënë. Kurse nëse met ma vonë, atëherë du të me zgjedh dikon kush qëllon i lira. Kjo është ajo, tash nuk ka një kohë të caktume që, ose një definicion të caktume që duhet me filon kohën me thirë këngëtarin, për shembull. Krejt në varë.